Përshëndetje të dashur shqiptar kudo që ndodheni. Mirëdita në Amerikë. Shqiptarët e mi ka kohë, po thuaj, që kur i dërgovi flet arrest për Ballukun ka shumë probleme. Problemet që i ka krijuar vetë Edi Rama. Ju e shihni në foto dashur bashkëdhetar shqiptar para 2 ditëve, foli po thuaj gati 2 orë. Në 10 ca minuta. Foli e filloi dhe e mbaroi duke sharë spakun. Ai nuk shante spakun dashur shqiptar, por shante Amerikën. Sepse siç e kam thënë gjithmonë, Amerika e paguan spakun dhe byron kombëtare. Sidomos dje mbrëm, me anën e fjalimit të Edi Ramës, unë e kam thënë që ata janë bashkë. Realiteti u vendos që kur foli Edi Rama. Edi Rama e filloi dhe e mbaroi duke sharë, vetëm nuk tha të shante me nën e me babën, Zotin Braho, o Zotin Duman. Të dy këta të spakut, që Dumani ka qenë kryetar dhe tash është Zoti Braho, dashur shqiptar, e shtuar forcët e tyre. Barigarët e tyre janë mbi 19 veta për Brahon e për Zotin Duman. Unë po lajmëroj zyrtarisht dhe vllazërisht me dorën në zemër. Dashur të rinj, mos dëgjoni 2 partit, PD-n e PS-n, e kam fjalën 2 kryesorët, që janë shkaktar që mendojnë se do bëjnë rrëmuj. Një quhet Sali Berisha dhe tjetri quhet Edi Rama. Ju të rinjt që kërcënoni spakun dhe kërcënoni Duman, së bashku me Brahon, Zotin Brahon, të dy që janë kryesorë në spak, sepse spaku ka 20 veta. Plus po shtohen të tjerët për ditë. Pra e shtuar barigardët të shumët. Sepse telefonatat, kërcënimet që bëhen, po e them hapu, po bëhen direkt nga Edi Rama e nga Sali Berisha. Sepse Dumani e tha dhe sot, duhet të dalën në për gazetat, pa tjetër nesër e në televizor. Dumani tha, do arrestohen të gjithë politikanët. Siç kam thënë unë, do arrestohen me mira dashur shqiptar, jo me qindra, me mira. Por Edi Rama nuk mbronte Ballukun. Edi Rama mbron veten e tij. Edi Rama mbron Niko Peleshin. Edi Rama mbron Taulan Pallën. Ulsimanën, kryesorin që është shkaktar pa pik turpi, thot jam jurist, thot jam avokat, dhe e lexonte përsë prapti që të gjitha. Do me thënë spaku s'pas ka të drejtë të arrestoj ata që vjedhën biliona e jo miliona. Dashur shqiptar, ju nuk e dini se sa telefonata janë kapur. Janë mbi 100. Janë mbi 20.000 të dashur bashkëdhetar, mbi 20.000 fletë. Vetëm për Ballukun. Me qindra dhe me mira për Edi Ramën, ja kalon Ballukut. Ashtu dhe për Sali Berishën dhe për turrën e tij të baktive. Shqiptarët e mi, unë e di që prisni arrestimet duhet ishin bërë para 6 muaj. Unë kam thënë gjithmonë, data 12 është data e fundit të Edi Ramës e të Sali Berishës. Ta dashur shqiptar e treguan fytyrën hapur, sepse ju, shqiptarët e ka fjalën, nuk besonin se ishën të dy.
dhe nuk besonin se kryeministri është Berisha dhe zvenc kryeministri është Edi Rama. Këta janë të dy kryesorët që po shkaktojnë demin kombit shqiptar. Pra shqiptarët e mi, ju duhet të jeni në vigjilent që të shëgoni realitetin. Sidomos u them shqiptarëve, antarëve të thjesht të PD-s, të dashur antarë të thjesht, folea e demokracisë është këtu në shpresa e kombit. Unë e di që ju jeni të zhgënjur, sidomos ata që kanë qenë me burg vërtet politik dhe ata që thonë kemi qenë në kohën e Ramizit o të Enverit për politik. Jo, dashur shqiptar, njerëzit për politik kanë mbaruar që më 74. I arrestuan, i vranë që më 24 deri më 74. I vranë, i pushkatuan, i intrenuan dhe bën Shqipërinë garth me tela. Të Shqipërinë punonin, si që mora vesh më vonë nga Amerika, paguanin me talona. Kur kam qenë unë, ishte me bukthat, me misri, që nuk e thye dot atë copën e misrit, hanin tër shqiptarët. Si që kam thënë dashur shqiptar, kakëllimi është bërë që 97% e në kone regjimit vuanin në për kampet e internimit, vuanin në për kooperativa dhe në për ferma. Punonin natë e ditë për një copë bukë thatë. Ashtu dhe sot të dashur shqiptar, po a e kështë një ndryshim 3% të shqiptarve, ishën do i biciklet, ishën pak më mirë, komiteti qendror, fëmijët e tyre, antarët e byros politike, sekretarët e parë të rretheve, kryetarët e degës, që ishën që e kam e thënë gjithmonë 3%. Por sot të dashur shqiptar, unë u tregova dhe dije, sepse shqiptarët që s'kan dëgjuar, unë të shtunën e të dielën, me misionin tim, jo me partin, me njerëz të mi, dualëm dhe shëguam realitetin në publik. Vajtëm në kalaja, që quhet kalaja e Toptani, që s'është e Toptanëve, por kanë vënë emrin e Toptanëve, e kanë të tjerë, ne dim dhe kush e ka, dashur shqiptar. Po aty afër kalas, është dhe dyqanet e mëdhenj që thonë Toptani, dyqanet tregtar me 4-5 kate. Edhe aty e pam edhe në kalaja ulëm për të pirë një kafe qëllimisht, po para se të vimin po a shpegoje njëherë, e kam fjallën për dyqanet në Toptani, në mes të Tiranës, moderne dyqane brenda, vajtë me makinë të vjetër, qëllimisht lëshon të tym, të veshur që mos më njinin mua, roja nuk në la. Ta është makinë e vjetër, lëshon tym, këtu janë oligarkët, u kanë vënë emrin. E lam makinën, hymë më kemë, dhe e pam si ishën dyqanet, e pam që atje ishte $3 për një orë, dashur shqiptar. Ajre shqiptar, në 87% nuk vendot në dyqan. Pre aty shkuam më kemë, vajtëm në kalaja që janë brenda mja dyqane restoranta. Ishën shumë, ullëm i restorant, porositëm, ishën 3-4 veta, porositëm nga një kafe dhe ujë. Kafe qkurtë, si i thonë ju. Pa marësi se unë se pi, ati edhe në hund, e mirëte atë lengun. 7.000 lekë. Do me thënë gati $8, si që është bërtani. Do me thënë logariti, 210 $, duen për 30 ditë të vej njeriu të pi një kafe.
Do me thënë, nuk vend. Në Tiranë të dashur shqiptar, 90% janë të erdhur nga veriu, nga jugu, nga lindja, nga perëndim. Po kush janë këta që kanë erdhur? Këta janë që kanë punuar në për kooperativa dhe në për ferma, e kanë fjalën që kanë pension shumë $100. Ka e 20, ka e 80, se kemi vajtur për fshatra, kemi pyetur, shumë $100. E po si mundet të vetë pi kafe me 7.000 lek, kur ai merr $80 në muaj? A here vjen këta. Por mua më ka bërë përshtypje dashur shqiptar. Kur vajta në dyqan, sidomos në kafene, jam habitur sepse njerëzit, femra të rinj, të reja, me çanta mbi $10.000, me bylezi, flori të 4 anët, ishën ulur brenda në katin e parë, mos gaboj, e ka fjalën për dyqanet e mëdha të Toptanit. Pra, shqiptarët e mi, ka ardhur fundi. Ka ardhur fundi i eliminimit të dyve partive dhe kryesorëve, që kanë bërë Shqipërinë sllev, që një tuf bakti, unë e quaj tuf bakti ata që ishën duke blerë gjëra me ato çanta luksoze, me kostume të shtrenjta që s'u kishin as lezet, se nuk shkonin për ata njerëz, se nuk dinin të ecnin, nuk dinin të mbanin çantën. Parat, tuf. Pra kalova edhe në kodrat e Tiranës, që i thonive kodre djellit, u keni vend disa emra, vilat të papar në Amerikë. U kam 10 vjetë në Amerikë dashur shqiptar. Nuk ka asmi vend në Amerikë, ashtu si që ishte atje bi 200 cop vila, me roje barigard, do me thënë ishte gati 8 pjesë të ndara, me barigard, me blokim në derët, së të linin të hynje në portët, me tra, tamam si kur do paguaj një para, u afruam dhe pyetëm qëllimisht, shëgojmë dhe i shpi me qira, s'ka tha, këtu janë oligarkët, a i roja. Po sa para merë t'i zotë bi këtu? Po sa barë, tha, më paguajnë, tha, $50 në muaj. Këta janë, tha, oligarkë, po janë vërtet? Po tha, këta janë, tha, oligarkët. Do me thënë shqiptarët e mi, Edi Rama me 90 minuta që foli, i vuri kapakun, se kësa janë anti-shqiptarë. I vuri kapakun se janë bashkë të dyja partit, pamarësi se janë lapat, që janë ata sheu, ata janë bishtat e këtyre, janë ti kategorie, kanë qenë me një parti, po ndahen dhe me kur janë disa parti. Edhe grev që të ben, a i lapa, unë habite me policin që i lejon, këta njerës që kanë blokuar vendin për kotë, sepse flasën gjera të kote. Kuj jenë parat këta njerës, pa punë, pra parat i jenë nga sërbët, nga grekët, por shqiptarët e mi, unë vërtet e di që jeni të lodhur. E di që i dini edhe si mua, po jo të gjithë shqiptarët. Po ndalë prap ke Spaku. Spakun e kanë kërcënuar ka 2 ditë. U ven lajmet, po Spaku, unë them si Zoti Braho, e Zoti Dumani, edhe një 10 të tjerë që janë më të mirë se ata, ju e pamarësi se u kërcënojnë, pamarësi se keni mbi 18 barigard që u shoqërojnë deri në shtëpi dhe u ruajnë poshtë shtëpisë, pamarësi se Amerika po harxhon jo miliona, po biliona dollar për hatrin e 97% të shqiptarëve. Sepse, si që thash, si Spaku dhe biroja kombëtare paguhet nga Amerika. E kam thënë janë mbi 400.000 shqiptarë në shtetet e Amerikës. New York, Kaliforni, Florida, në gjithë Pennsylvania, të gjithë 50 shtetet që ka,
paguajnë taks. Pra, të dashur shqiptar, unë e di që prisni, bravo e tha sot, e tha dhe mbrëm, që do arestohen pa dallim të gjithë. Janë me mira dashur shqiptar. Po unë lajmëroj shqiptarët e njëherë e përsërit se kryeministri i Shqipërisë është Berisha dhe Edi Rama është zvendësi i tij. Dhe shpurra e tij vërdall, të quajtur nga PD-ja e nga PS-ja, janë të njëjtit kategori që u kanë nxirr jetën ju për 35 vjet. Po të dashur shqiptar, erdhi dita e juaj e gëzimit, dita e juaj që të shihni fëmijët tuaj të vinë nga Evropa, nga Amerika, dita e juaj që prisit për 35 vjet, erdhi. Të jeni të bindur, kur u them erdhi, bilem ka kaluar 6 muaj, por këto ditë do të jenë ditët më të nxehta që ka parë historia e Shqipërisë. Nuk do të jetë nxehtë natyra, po e kam fjalën nxehtësi e madhe për arrestime që t'i hedhën me një dhomë 10-15 veta, ashtu si që a kanë bërë, duhet bërë dhe këtyre. Mos dëgjoni të dashur shqiptar, të quajtur gazetar, analist, të emëruar, jurist, avokat, mos dëgjoni këta njerëzit, se këta janë të tyre. Unë kam thënë, jam 85 të quajtur analist, gazetar, apo jurist, e përmende dhe thonë jemi jurist, disa thonë kemi qenë prekuror, ata paguen nga këta për të bërë zhurmë. Po unë më tepër lajmëroj urgjent djemë të rinj që venë dhe dohen mish për top për hatrin e Sali Berishës e për hatrin e Edi Ramës. Pra, ju djemë të rinj, largohuni, mos mini porosin e Edi Ramës, se Edi Rama pamarësisht është si gufom, po Edi Rama ka vdekur. E Sali Berishë. Janë si gufom. Ata, për interesin e tyre personal, u ven ju për të vrarë, apo për të plagosur, apo për të kërcënuar spakun. Ndaloni sa më parë, sepse do bëni pishman, po dohet shumë vonë. Nëse urdhojnë, dilni në gazetari, lajmëroni që filani më ka thënë këtë. Çau u kanë thënë. Unë i them spakut të gjithëve të një zëdve. Sidomos kryetarit Braho dhe ish kryetarit Dumani, pavarësisht se janë të dy bashkë. Ju mos u tremni, se i keni të gjithë konditat, me një rrogë gati $10,000, jeni të veshur, të ngjeshur, të veshur bukur, por nëse ju nuk e përfundoni arrestimet flagrantës, sidomos të ejnëten, që është data 12, mos gaboj, të ejnëten, nëse ata deputet të përses të 83, unë po u them hapur, të 83, e sa janë të Berishës që bëjnë komplet 120, mos u bëni mish për top. Mos dëgjoni as Sali Berishën, as Edi Ramën, mos dëgjoni as Taulantin, as Mujsiun, si e ka emrin ai, pra Majani, or Quqi, pra mos dëgjoni të ngarkoni dosjen tuaj për hatër të Edi Ramës e Sali Berishës. Unë po njoftoj përsëri avokaten të motrën e Ballukut, mos dëgjoni Edi Ramën,
Unë të jem si ty, juriste, që unë e di mirë çështjen juridike, e di ndërkombëtare dhe kombëtare, dorëzohe motrën të ketë me lehtësi, sepse nuk ka më kuvete, mos dëgjoj Edi Ramën, që Edi Rama nuk e do Ballukun. Edi Rama ka thënë shumë herë me telefone që janë kapur, është kundra Ballukut, po Edi Rama mblon veten e tij, sepse zonja Balluku, ti më dëgjon, ti do thuash realitetin si janë firmosur dhe ke thënë në telefon. Pra, janë të gjithë telefonet. Nuk është një, po janë mbi 200 e ca telefone që janë vizituar, si janë dalë parat. Pra, e një herë e them, ti je juriste e motra e Ballukut. Pra, Balluku doli dhe tha që s'kam asgjë, pavarësisht se ajo ka me qindra hyrje, ka me qindra miliona e miliona dollar, çfarë s'ka, i ka të gjitha, po e erdhi koha që ajo të thotë realitetin dhe s'ka kuvete. E në Greqi të vej, si që ka vajtur, këtu në Shqipëri do vi. Ashtu dhe zvenc kryeministri, një hajdut që është në Zvicër, do të kini shumë shpejt këtu në Tiranë të arrestuar, do të sjellën dhe do vi këtu t'japi llogari që ka vjedhur miliona dollar. Pavarësisht se ai çka treguar, po ai ka bërë dëm këtij kombit në kohën e tërmetit, në kohën e konviktit, çfarë nuk ka bërë ai me Edi Ramën. Pra, Edi, mja llamatite, të erdhi fundi, por nuk ke kuvete, sepse atë që foli 90 e ca minuta, e fillove dhe e mbarove, kundra Spakut, gjoja e ndihmonje Ballukun, ti Ballukun e ke futur brenda. Me kohë, ti ke denoncuar, sepse ti nuk pyet për familjen tënde, jo për Ballukun. Berisha nuk pyet me për të tjerët, po shëgon fëmijë, djalin, vajzën. Pra dashur shqiptar, që të gjitha pasurit që kanë këta, që u tregova vilat, pallate, me nga 20 dhoma, dashur shqiptar, të betohem nuk ka njeri në Amerikë. Clintoni që është president, 4 dhoma gjumi ka, që ka qenë president, që ishte kur u çlirua Kosova. Pra, shqiptarët e mi erdhi fundi këtyre, po unë u bi thirrje e ani sa më parë. Të gjithë më shkruajnë me mira, më thonë Pilinçi, jemi gati të dalëm jashtë, të njihemi në publik, të bashkohemi. Po, ka ardhur koha, po unë do t'u lajmëroj shumë shpejt. Jo për revolt, jo për të djegur, por me një qiri në dorë, për të hedhur plagët, për të vënë qirin, edhe për të thënë me vete, për prindit gjyshit janë pushkatuar me dekada, me shekull, që nuk u ekziston emri Gjëkundi në Shqipëri, po u ekziston emrit rus, sërb, që janë bërë skulptura, ju i dini vetë që s'janë shqiptar. Do pastrohet tërë Shqipëria, dashur shqiptar. Nuk do ketë me busuj sërb në tokën e Shqipërisë, po do ketë patriota. Unë nuk e kam thënë kot në programin që në Skënderbeu, anë e mban, do bëhet me mermer 2 metro i lartë, edhe sa ka i Rumbullak. Do shkruajnë me Germa Floriri, është bërë që më 2001-shin, patriotët që kanë vrarë sërbët, patriotët që kanë luftuar me grekët, patriotët që kanë luftuar me bolshevikët komunizmin për 46 vjetë që i vravi, i pushkatovi në veri, në jug, në lindjen, perëndim. Sidomos vrasjet që janë bërë më shumë, dashur shqiptar, i ka veriu. I ka veriu në mënyra të ndryshme, që më 44, më 48, është bërë krimi i madh.
Edhe më vonë kanë vrarë njerëzit, arritën, vrisin edhe gratë duke mbajtur dru në korris. Edhe eshrat e tyre nuk po i gjenë. Pra unë u them malsorëve. E kam fjalën për Tropojën, Mirditën, Kuksin, Dibrën. Shqiptarë, erdhi koha juaj, mja u kanë vrarë. U kanë vrarë për 46 vjetë me regjimin bolshevik. U kanë vjedhur. U kanë futur në sherrë familje për 35 vjetë të dy parti. Larkë për këtyre. Këto parti do eliminohen, nuk do ekzistojnë me në tokën e Shqipërisë. E kam fjalën? Në tokën e bashkimit do bëhe Shqipëria me kufi natyror. Shqipëria do bëhe. Disa më shkruajnë se nuk thua Arbëria. Ta bëjmë njërë Shqipërinë. Ju që shkruani. Shqipëria. Të bëjmë Shqipërinë. Kur them të bëjmë Shqipërinë me kufi natyror, Kosovë, Maltëzi, Maqedoni. Ta bëjmë Shqipërinë, të dashur shqiptarë. Ta marrëm Çamërinë. Unë shkurtër po u them për luftën e tretë. Të dashur shqiptarë, goditje shumë të rënda janë bërë në Izrael. Goditje të papara, pavarësisht se nuk e thonë për televizorin. Izraeli po dëmtohet jashtëzakonisht. Është një popull punëtor, janë të zotë, mbajnë njëri tjetrin në Amerikë, janë punëtor, punojnë 7 ditë në javë, por demin e madh që ja krijovi Izraelit e lindjes së mesme është kryeministri Izraelit. Të dashur shqiptarë, lesh thonë del televizor, ai është treguar diku larg oqeanit. Ai nuk është fare me. Do me thënë, ja hodhi zjarrin shtetit të tij për interesat personale. Ashtu si që bëjnë interesat në Shqipëri Sali Berisha me Edi Ramën. Pra, lufta dohet e ashpër. Çdo minutë ashprohet. Edhe Turqia është godit do shqiptarë. Është goditur shenja që Turqia të filloj. Turqia kur filloj, mbajni mend, Greqia ne do marrëm tokën tonë të Çamërisë. Pra, ka arritur atje ku s'ban më. Mos u tremni shqiptar, sepse Shqipëria është e mbrojtur. Këtu është nëna Amerikë, me çdo qoshe. Pavarësisht se dalën disa mizakali dhe thonë dhe e mashtrojnë shqiptarët, do bombardohet Shqipëria i jo dashur shqiptarë. Po të bombardohet Amerika, e kam fjalën Amerika, atëherë bombardohet Shqipëria. Po jo. Shqipëria do tjetë me këtë rast lufta e tretë do filloj shumë keq, ka filluar shumë rënd, po do filloj minuta minutës, do goditet Rusia, do godasje Rusia, Kina, do filloj lufta në Japoni e kudo, por neve pak në intereson. Mua më intereson kombi tim që ka vojtur me shekull e me shekull, e zhvrar, ky flamur që kam në krahun e maj, ky flamur që është i kuq me shqiponjë, të dashur shqiptar, është skuqur nga gjaku. Na kanë vrarë të huaj, edhe këngën që kemi vënë ne, një këngëtor që ai do ngelet në histori, muzikar, më falni, është nga Fieri, nga Mallakastra më duket, e dëgjoni dhe këngës si thot tradhtin që na i kanë bërë evropianët englezët, që na shkatruan cop cop. Pra, unë qeverinë teknike kam krijuar me 13 ministra, do marrëm e një ministrën nga shqiptarët e Turqisë. Do të bëjmë me 9 të Shqipërisë, një nga Maqedonia, një nga Malizi e një nga Kosova. Pra arsye për të bërë Shqipërinë me kufi natyror. Jeni të bindur të dashur shqiptarë se erdhi koha jonë. Sa për Kosovën që ka filluar turbullime qëllimisht, edhe të dashur kosovarët e mi.
Or Osmani ose Kurti. Ju më dëgjoni me vëmendje që të dy. Mos dëgjoni, ka ardhur një nga Amerika, një Grendel, një pis, ju duhet të arrestoni urgjent, ka ardhur nga Amerika, ai është një njeri pa fuqi dashur shqiptar. Ai është një mastrus. Ai ka marrë para dhe Edi Rama, ne e dim si ka ecur nga Edi Rama ka vajt në Beograd, kërkon të ndezi zjarrin në Kosovë, unë po i them Kurtit, edhe presidentes Osmani, kini kujdes, se nëse bëhet diçka në Kosovë rrëmuj, që duan të bëjnë luftë civile, ju do bani përgjegjësi penale dhe personale. Mos dëgjoni se u vinë disa hajdut e të quajtur nga Amerika. Ky person dashur shqiptar, Grendli, është një djali vetëm. Unë po e them hapur në gjuhën shqipe, më vjen zor ta nxjerr nga goja. Ai është një pedofil. Ai ka erdhur dhe Edi Rama, e ka shok Edi Ramën, ka qenë në plazëm me një pedofil tjetër në Bregdet, po ai po të vi këtu, unë zinxhirët e do hiqet zvarr në për rrugët e Shqipërisë. Po të vi ta provoj njërë. Pra, dashur shqiptar, kjo është toka e shqiptarëve dhe nuk është toka e asnjëri. Edhe propaganda që u hap gjoja, çupa e danit e presidentit, do mirte kufirin, po thuaj, tër Bregdetin e Vlorës e Sazan. Dashur shqiptar, nuk ka rritur sa jemi ne në Amerikë. Unë ua kam thënë, disa nuk u vjen mirë, unë flas hapur, kam kompetencë të flas, edhe për mua, si Edi Rama, edhe Berisha, për mua janë mizakali. Pilinçi ka problem me disa jashtë tokës time. Por, unë jam i sigurt për çdo gjë dashur shqiptar. Unë do të bëj Shqipërinë me kufi natyrore. Dhe unë do t'i ve para bankës të gjitha që kanë shkatruar Shqipërinë. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar, janë disa ambasada që do viren me shpatlla pas murit këtu në Tiranë, që kanë vjedhur Shqipërinë, kanë vjedhur gjakun e shqiptarëve të mi. Pra, ne kemi fuqinë dashur shqiptar. Unë ua kam thënë, Amerika shumë e madhe, ka president, ka kongresmen, ka senator, por ka organizata që mbajnë kombin e Amerikës, që mbajnë në këmbë, nuk e mbajnë, ata 4 vjetë e ikin. Në Amerikë është vërtet demokraci, është një tokë e bekuar. Në atë minutë që presidenti mbaron, as pyet njëri ku e ka shtëpinë, fare, sepse ashtu është bërë politika, jo si në punë e komunizmit. Hyri Enveri, edhe derisa vdiq. Hyri Berisha, e mendon derisa vdesi, jo, do përfundoj në burg. Apo Edi Rama, komuniste bëjnë. Një demokraci reale, është kryeministër, president, 4 vjetë, vjen tjetri në radhë, kush është mjaft? Pra, shqiptarët e mi, mos u tremni, luftë nuk ka në Shqipëri. Por unë, përsëri i them Kosovës, mos dëgjoni pedofilët që u vinë. Ata nuk kanë fuqi, sepse Kosova, Shqipëria, më thëmë, Tirania, Maqedonia, Malizi, kur vjen një kongresmen nga Amerika o nga një rrugaç nga Evropa, e zen për krahun e thonë, ky është nga Amerika, kongresmen o senator, Amerika është me mua. S'është e vërtet. As është e vërtet fare, të dashur shqiptar. As ka kompetencat fare. Amerika ka plane për gjithë botën. E ka plane e bën sot për 100 vjetë çfarë do ndodhi. Ai është plani që u bëhet lufta në Izrael e në Iran. Për të pastruar, mjaft njerëz janë vrarë, të rinj, të reja, me dekada, janë vrarë. Palestina, ka mbaruar Gaza. Pra, Dani e bëri edhe një parti, tamam parti quhet. E bëri me zvencin e tij, me sekretar e shtetit,
dhe me dhëndrin dhe me kryeministrin e Izraelit. Gjoja për të ngritur Palestinën, Gazën, që s'është e vërtetë, për të vjedhur, pra dashur shqiptar, tamam si ai qiriri u ndes, u shua, e shojtur. Pra, o shqiptarët e mi, Amerika është këtu, është me ju, është me 97%. E janë sa më parë, mos u vononi, se po na vinë nga të katra anë. E janë sa më parë, unë u kam thënë, ditën që bëjmë ne, që shkojnë me zyra të reja, imi bërë qeveri teknike, se luan topi. Unë po flasë sot si misioner dhe si kryeministër i qeverisë teknike të shqiptarëve, jo të oligarkëve që nesër do kenë pantalona e çorape. Nuk do kenë një palë kominoshe, edhe ato, a do t'i mbajnë dot, nga fuqia që do kenë. Pra shqiptarët e mi, erdhi dita, unë i them e njëherë Ballukut, sidomos avokates të motrës, shpjere motrën, dorëzohe vetë, shko vullnetarisht, pavarësi se ajo mbas datës 12 hiqet zvarr si i liri, pra më mirë shpjere vetë se nuk keni më miq. Ju e dini vetë historinë e shtëpisë tuaj, të Ballukut, Beqirit, edhe ku përfunduan më në fund, po jo për çështje politike, po për çështje ordinere. Sepse ishën për karrike që Beqiri, që Mehmeti, të gjithë ata me radhë që u arestuan, si që e thash, mbas 74-ës, u arestuan për çështje karrike. Pra shqiptarët e mi, e janë sa më parë të shpëtoni Shqipërinë. Të zini vendet, sepse duen patriot, të beni ambasador në përbot, diplomat në përbot, që tini më të aftë, jo si ata që pash në Kalaja, që nuk din as Shqip, dushe e përkëthys me Shqip, nuk din as i ju, kurse shqiptarët që më kanë erdhë, që vinë nga jashtë, janë pa punë intelektual, din nga 5-6 gjuhë. Pra, unë po e bej Shqipërinë dhe jam betuar të gjitha ato vilat që pat ju, që hotelet janë 1.200.000 hotele edhe vila bashkë në Bregdet përveç në përkodrat, do t'jenë tuaja. Këto janë bërë në për qytetë, sidomos të Tiranë, që quhen kulla, ne do t'i kthejmë në familje. Do kenë gradis, çdo njeri do ketë 2-3 hyrje, të dashur shqiptarë. Janë të shqiptarëve. Nuk do ketë këmbë tuaj. Unë e nxora dhe këtu zvendës ministrin e ndërtimit, mund të dali nesër ministri i ndërtimit, i elektrikut, i të gjithëve, i strukturës, do dali edhe ai, që do bëj kompani, po mos u keq kuptoni dashur shqiptar. Do bëhen rrugë komplet të re, po do bëhen me punëtor shqiptar, me inxhinier shqiptar, me makineri të vinë nga jashtë. Por, komplet duhet 99% me shqiptar, që do kenë inshurancë, do kenë pas orës të punoj, të paktën $30 në orë që të shtrojnë rrugët, që do bëhen rrugët tamam me 3 kors, me 4, do fillojnë nga e para çdo gjë dashur shqiptar, do vi travaja, do keni tren. Pra, shqiptarët e mi, unë po e mbyll dhe po u them, Shqipëria me këto 2 flamur do valvoj, me çdo kodër, me çdo vend, kini Amerikën me vete, ambasada amerikane që është e juaja, sepse është dera hapur për shqiptarët e jo për të tjerët. Pra, erdhi koha që e shqiptarët që kemi 20 milion në Turqi, kanë të drejtë, atë ditë që ne shkojmë në zyrat e reja, ata do kemë pashaporta shqiptare në moment. Ata kanë të drejtë të vinë si shqiptarët e tjerë, kanë të drejtë të ngrenë hotele, të ngrenë restoranta, të putën në punë gjithë shqiptarët. Ata janë shqiptarët
që kanë ikur nga e keqja, nga Serbia, nga Maqedonia, nga Shqipëria këtu, kanë ikur ka 100 vjet, 200 vjet, ka 50 vjet që kanë ikur dhe kanë përparuar në Turqi. Pra, sipas ligjit ndërkombëtar, kanë të drejtë kënë 2 pasaporta, pasaportën e Turqisë dhe pasaportën e Shqipërisë. Po unë po them edhe shqiptarëve, ta dinë të gjithë, ditën që shkon me presidencën, bëhet Shqipëria me kufi natyror. Pasaporta shqiptare do të jetë e njëjta si pasaporta amerikane, do të thotë amerikani, ai që ka pasaporta amerikane, shkon në të gjithë botën, ka të drejtë të hapi tregti, kurse për të erdhur në Amerikë duhet marrësh lejë. E njëjta pasaporta shqiptare do bëhet për të gjithë, kanë të drejtë kudo të vinë. Por, siç e thash, ditën që bëhet me presidencë, ne shkojmë në Washington para parlamentit e kongresit dhe Shqipëria do të jetë e 51-shi. Ka marrë formë të prerë, sepse ne dimë se që flasëm. Shqipëria do të jetë e 51-shi. Por, në Shqipëri nuk do lejohet të për dyqane të shesën me dollar, se euro nuk do ekzistojë më, se nuk do ketë me Bashkimi i Evropës, po do ketë se kush shtet më vete, po do flasi paraja shqiptare që do të jetë e njëjta me paran amerikane. Do të jetë çdo gjë, ka të drejtë çdo njeri të hapi dyqan, s'ka nevojë për lejë, vetëm e merr me qira, hap derë, sa më shumë dyqane, sa më shumë tregti, aq më mirë. Do jetë vetëm 6%. Ushqimet nuk do të ketë taks, të dashur shqiptarë. 6% do jetë daç me naftën, daç me benzinën, daç në veshmbathje, vetëm 6%. Asgjë tjetër. Kjo do të jetë tamam si në Amerikë. Në Amerikë sot është më tepër, dashur shqiptar, kurse këtu do të jetë 6%. Pra, shqiptarët e mi, erdhi koha, ejani, u lutem për veten tuaj, jo për Pilinçin. Jo për Pilinçin. Për veten tuaj, ejani sa më parë të shkojmë në zyrat e reja. Unë pres ju të vini sa më parë. Pra, më shkruani realitetin. E nëse ju keni dëshirë, si që më shkruajnë me qindra që duan të vinë në Tiranë nga të gjithë rrethet, nga Maqedonia, nga Mali i Zi, për të thënë, o Zot, u qirua Shqipëria. Unë besoj, kemi dhe Barjamin, dofta e bëjmë njësoj që të piqet vëllai me motrën, djali me baban, komshia me komshin, me lagjen, dhe thonë jemi shqiptarë. Ne, feja jonë, është flamuri dashur shqiptar. Pavarësisht se kemi 3 fe, katolik, krishterë, musliman. Se kush të shkoj në rrugën e tij, atë që ka dëshirë. Por rëndësia është flamuri. Rrof flamuri shqiptar dhe flamuri amerikan. Natën e mirë, miru pafshim nesër në orën 6. Natën e mirë.